Autoritetet kosovare kanë dëbuar nga vendi 2 pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, disa orë pasi ata ishin arrestuar të shtunën në ndyshimin për cenim të sigurisë kombëtare. Bëhet fjalë për Nikola Vujović dhe Mladen Milojević, që u dëbuan këtë të shtunë dhe që të dyve u është ndaluar hyrja në territorin e Kosovës për 5 vjet. Të dëbuarit pra Vujović dhe Milojević ishin në mesin e 3 pjesëtarëve, përfshirë këtu edhe një pjesëtar tjetër që ishte pensionuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, e të cilët u arrestuan. Autoritetet kosovare kanë konfirmuar vetëm arrestimin e Vujovićit dhe qëllimin për dëbimin e tij, pasi ministri i Brendshëm në detyrë i Kosovës Xhelal Sveçlla ja hoqi atij shtetësinë kosovare të shtunën, duke thënë se ai është i rekrutuar nga institucionet e inteligjencës dhe sigurisë së Serbisë. Sveçlla tha të shtunën se njëri nga të dëbuarit, më saktësisht Vujović, përbën rrezik për sigurinë tonë kombëtare si pjesëtar i forcave policore të Serbisë. Milojević ushtron detyrën e policisë të Serbisë në Rashk dhe vjen nga Leposaviqi, komunkjo me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në lidhje me këtë situatë, avukati i mbrojtësit serbit Vujović, i cili vjen nga Zubin Potoku po ashtu në veri të Kosovës, ka paralajmëruar padin ndaj vendimit të autoriteteve kosovare për heqjen e shtetësisë. Por çka thot ligji për këtë? Sipas ligjit për shtetësinë në Kosovë, një person e humb shtetësinë nëse merret me veprimtari të cilat rrezikojnë sigurinë kombëtare të Kosovës. Kur është qëllimisht antar i një organizate cila ka për qëllim rënimin apo dëmtimin e rendit kushtetues të Kosovës, kur është antar i shërbimit të inteligjencës ose i forcave policore të një shteti tjetër, pa pëlqim nga organet vendore dhe pa marrëveshje ndërkombëtare paraprake. Ministri i Punëve të Brendshme në detyrë Xhelal Sveçlla tha se Serbia po bën përpjekje sistematike për destabilizim të brendshëm të Kosovës, duke punësuar kështu shtetas të Kosovës brenda institucioneve të saj të sigurisë dhe inteligjencës, kë në kundërshtim me ligjet tona dhe cënim të sigurisë sonë kombëtare. Për këtë vendim nga autoritetet kosovare reagoi edhe ashtu quajtura zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila dënoi vendimin e autoriteteve kosovare për arrestimin e pjesëtarëve dhe ish pjesëtarit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Ajo tha se autoritetet kosovare nuk kanë pasur asnjë arsye ligjore për arrestimin e tyre dhe se kjo është hakmarrje nxitur politikisht kundër popullit serb. Zhvillimet të njëpasnjëshme ka sa i përket marrëdhënieve të tensionuara në mes Kosovës dhe Serbisë. Pas zhvillimeve në kuadër të rastit Banjska, ku para trupit gjykues për 4 herë radhazi janë paraqitur 3 serbë të arrestuar tashmë në akuzën për sulmin e Banjskës, autoritetet serbe ndaluan një ish pjesëtar të policisë së Kosovës. Arpënër Spahi është ndaluar nga autoritetet serbe me 7 qershor në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë, derisa përkthehej nga Austria në Kosovë me autobus së bashku me familjen e tij. Edhe pse Spahiu ishte larguar nga policia dhe nuk ishte më pjesë e këtij institucioni të sigurisë prej disa vitesh, i njëjti u arrestua dhe u ndalua për 1 muaj. Derisa në Kosovë po zhvillohen seanca gjyqësore në rastin Banjska me vetëm 3 prej të dyshuarve në rastin ku janë mbi 40 persona, Serbia po tenton që t'i ndalojë kosovarët. Kosi saj edhe Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë thirrje drejtuar kosovarëve që të mos përdorin rrugët që shpihen drejt Serbisë e të kenë alternativa të tjera sa i përket pikave kufitare.